لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Allahun të bareke wa taala falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të takohemi sonte së bashku në takimin e radhës, dhe për javën e kaluar kemi filluar me kapitullin e haxhit dhe inshallah Teala në rrethana normale do të flasim deri para haxhit për haxhin, rregullat dhe vlerën, pozitën që ka. Për ata që kanë qenë javën e kaluar, e përmendëm definicione se çka është haxhi dhe i përmendëm ato kushte që duhet plotësuar një besimtar musliman për me shku në haxh. Ndërsa sonte inshallah Teala së bashku do t'jemi për një kohë të shkurtër, nuk do t'ju mbajmë shumë se ndoshta pak edhe temperaturat e ulta, po inshallah Teala do të flasim për vlerën edhe rëndësinë që ka haxhi tek besimtarët musliman. E para duhet ta kuptojmë se haxhi është prej punëve më të vlefshme, prej punëve më të dashura tek Allahu te bareke wa taala. Dhe në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu tregon se e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, ejul a'mali afdalu ila Allah azza wa jall, cila punë është më e vlefshme, cila punë është më e dashur tek Allahu i lartmadhëruar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, imanun billah wa rasulihi, puna më e dashur, puna më e vlefshme tek Allahu është imani, besimi në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Thumma madha, pastaj e pyetën cila është pas imanit në Allahun dhe pejgamberin puna më e dashur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, thumma al-jihadu fi sabilillah, pastaj tha është gjihadi, lufta në rrugën e Allahut te bareke wa taala. Thumma madha, pastaj cila punë është më e vlefshme, më e dashur tek Allahu te bareke wa taala? E pejgamberi alayhi salam tha, hajjun mabrur. Hajjun mabrur do të thot haxhi i pranuar. Haxhi i pranuar, haxhi që nuk ka fije dyshimi në të. Pra nuk ka dyshim është i pranuar ajo, por është i sigurt që është haxhi i pranuar. Pra, besimtari musliman kur e kryen haxhin, mas pari e çon në vend kanë urdhnin e Allahut te bareke wa taala. E dyta e shpërfaq kanë bindjen, devotshmërinë që ka për Allahut te bareke wa taala. E treta e bën njërin prej punëve më të mira, më të dashura tek Allahu i madhruar. E dyta, el-hujjaju wafdullah. Vlera e dytë e haxhit është se haxhilerët janë musafirët e Allahut. Janë një delegacion i njerëzve që në numër mundën me qenë diku 3 milion apo maksimumi 4 milion, e këta janë çka? Delegacioni muslimanëve të cilët i përgjigjen ftesës së Allahut te bareke wa taala. Këta janë musafirët e Allahut. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thonë, el hujjaju wal ummaru wafdullah. Haxhilerët dhe umregjinjët, ata që bojnë umrën, umreja është jashtë kohës së haxhit, para haxhit ose pas haxhit. Pra haxhilerët edhe umregjinjët janë kush? Janë musafirët e Allahut. In da'uhu ajabahum. Kur Allahu i thirr ata, ata i përgjigjen kujt ftesës së Allahut te bareke wa taala. Dhe kur ata
i lutën Allahut, Allahu ju përgjigjet lutjes së tyre, wa in istaghfaruhu ghafara lahum, po edhe nëse i kërkojnë falje Allahut, Allahu çka i fal ata. Kanë umregjinjet edhe haxhilerët. Andaj pra është një rast i veçantë, apo është një rast i përzgjedhur, njeriu me qenë kanë në atë grupin e njerëzve të pakt, të cilët i përgjigjen ftesës Allahu te bareke ve taala dhe me bo doa atje në ato vende të shenjta, si në umre apo edhe në haxh, sepse kush e lut, Allahu i përgjigjet, edhe kush i kërkon falje, Allahu e fal. Në hadithin tjetër që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për haxhilerët, ka thonë wafdullahi thalatha, musafirët e Allahut janë tre: el hajju wal mu'tamiru wal ghazi. Musafirët e Allahut janë tre: haxhit, ai që shkon haxh, umre gjinjet, edhe el ghazi, ai që lufton në rrugën e Allahut te bareke wa taala. Këta janë njerëz të përzgjedhur, këta janë një delegacion i Allahut te bareke wa taala. E treta, haxhi është një lloj xhihadi, një lloj lufte, një lloj sakrifice që bojnë muslimanët për hir të Allahut te bareke wa taala. Në hadithin e Hasanit, birit të Aliut radhiyallahu anhuma, tregon Hasani thotë, një njeri erdhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: oj dërguari i Allahut, inni jabban, inni dhaif. Unë tha, jam pak edhe si frikacak, jam tha dhe i dopt, jam edhe i dopt kështu nga shëndeti. Andaj kisha pas shef me më tregu diçka me bo, që s'po me bo që ato që është ma e nevojshme, luftën, gjihadin. Me bo një diçka tjetër, se në gjihad luft nuk po me shkua. Se po kam një farfrike edhe qka edhe jam edhe i dopt kështu ka shëndeti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: helum me ila gjihadin, la shaukete fihi hajj, el hajj. Pra tha, mirë se vjen, tha, në një luft që nuk ka në ta qka, që në të nuk ka do me thonë lëndime, apo plagosje, apo vrasje, ajo është kush? Është haxhi. Pra, është një lloj gjihadi për ata të cilët nuk mund të luftojnë në rrugën e Allahut, edhe nuk mund të përgjigjen ftesës së Allahut te bareke ve taala. Pra, është një lloj gjihadi që nuk ka thera në ta, apo nuk ka lëndime, trana, apo diçka të ngjashme. Po është në hadithin e Ebu Hurajres, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: jihadul kebiri, wal dhaifi, wal mar'ati el hajj. Gjihadi i të moshuarve, gjihadi i të dobtve, gjihadi i grave është kush? Është haxhi. Është haxhi. Andaj pra, edhe kjo është një punë prej punëve të mëdha që arrin edhe vlerën e atina që ka luftuar në rrugën e Allahut te bareke wa taala. E katërta që flet për vlefshmërinë apo për pozitën që ka haxhi, është se haxhi i lan, haxhi i fshin gjunahet që i kanë bë besimtarët para se me shku në haxh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: men hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Pra men hajja falam yarfuth, ai që bën haxhin, yarfuth është me fol rreth punëve intime, rreth marrëdhënieve intime, rreth punëve, do të thonë që si takon besimtarit me fol këto fjalë. Dhe kush e bën haxhin, nuk fol për punët intime, rreth punëve intime, walam yafsuq, edhe nuk bën gjuna në haxh, nuk bën gjuna, çka raja'a ka yawmin waladathu ummu, kthehet prej haxhit sikur atë ditë kur e ka lind nana e tij. Do të thonë i pa gjuna. I pa gjuna. Pra kush e bën haxhin, duke i plotësuar ato kushte që i përmendëm javën e kaluar, e një prej tyre me pas sinqeritet, ikhlas, me pas niyetin sinqert, edhe çka me shku për hatër të Allahut, je për hatër të emnit se po të thirr dikush haxhi, je për hatër të njerëzve, je për hatër të familjes, je për traditë, se e kemi traditë na babë që kemi pas haxhi edhe në po shkoj, ja, kjo s'lun rreth kurç.
Haxhi kryet vetëm për hatër të Zotit, për hir të Allahut te bareke ve taala. E kush e kryen haxhin kështu me niyetin e pastër, largohet prej fjalëve që janë të panevojshme për besimtarin, rreth punëve intime. Largohet prej gjunave në haxh, kthehet prej haxhit sikur atë ditë kur e ka lind nana pa gjunahe. Do të thonë njëri është i madh, nuk është i vogël sikur fëmia, mirëpo është fjala gjunahe ka sikur fëmia që ka lind nana. Andaj pra, është një rast apo një mundësi që nuk t'jepet në disa ibadete apo në disa adhurime tjera. E pesta që flet për vlerën, pozitën që ka haxhi, është se haxhi i fshin gjunahet edhe çka e largon fukarllakun. Haxhi i fshin gjunahet edhe e largon fukarllakun. E largon varfnin. Për ata në hadithin e Abdullah ibn Mesudit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: tabi'u bejnë al-hajji wal-umrati fa innahuma yanfiyan al-faqr wal-dhunub. Që do të thotë kryeni haxhin edhe umrën, pse fa innahuma, sepse ato dyja, kush haxhi edhe umreja, i fshin gjunahet edhe e largojnë varfërin, e largojnë fukarllakun. Kush? Haxhi edhe umreja. Një punë mënesh me bo haxhin edhe me largu kanë fukarllakun, varfënin edhe me fshi gjunahet, apo me bo umrën edhe me largu këto. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në transmetimin tjetër: kema yanfil kiru khabath al-hadid, qysh e largon zjarri atë ndryshkun e hekrit. E largon hekrin e ndryshkun me shtin zjarr, a largohet ai ndryshku i hekurit? Po, pastrohet hekuri, i hek ndryshkun. Çështë trupi besimtarit pastrohet kur shkon haxh edhe në umre. E gjashta nga vlerat, nga pozitat që i ka haxhi, është se haxhi shpërblimin kryesor apo shpërblimin e vetëm e ka xhenetin, që çdo njeri prej neve e ëndron atë. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: wal hajjul mabruru laysa lahu al jazaa'u illa al janna, dhe haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetin. Haxhi el mabrur është i pranuar. Haxhi i pranuar nuk ka ndonjë shpërblim tjetër përveç se xhenetin. Tjetra nga vlera që ka haxhi është se edhe shpenzimin që bojnë besimtarët musliman haxh, çfarë do që shpenzojnë atje? Ajo është çka një pasuni që shumë fishohet, një me çka me 700 fish. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: an-nafaqatu fil hajji ka nafaqati fi sabilillah wa dirhamu bi 700 dha'f. Që do të thotë shpenzimi në haxh është sikur shpenzimi në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Për një dirham shpërblehesh 700 fish. Për një rial apo për një euro shpërblehesh 700 fish. Pra do të pas parasysh se njeriu normal që shpenzon atje, harxhon atje, mirë po çka do të harxhohet, ajo kompensohet me çka? Me 700 fish në jetën e kësaj bote, ndërsa me sevape, me shpërblime në botën tjetër. E teta që flet për vlerën e haxhit është se ai i cili qëndron në haxh dhe gjatë qëndrimit atje sprovohet me smundje dhe vdes atje, apo aksidentalisht vdes atje, atëherë shpërblimi i tina për shkak të sakrificës që e ka bërë në haxh është kush? Është xheneti. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: hadha al-baytu di'amatu al-islam, faman kharaja hadha al-bayt min hajjin aw mu'tamirin kana madmunan ala Allah in qabadahu an yudkhilahu al-janna wa in raddahu bi ajrin wa ghanime. Qabja pra është shtëpia e Allahut.
Qabja është shtëpia e Allahut. Kush niset për atje, për haxh, apo niset atje shkon për umre, është i mbrojtur nga Allah gjatë rrugtimit. Është i mbrojtur nga Allah. Tjetra është në sigurinë e Allahut. Nëse ai vdes gjatë rrugës për atje, gjatë udhëtimit, apo vdes gjatë qëndrimit atje, apo gjatë kthimit për në shtëpi, atëherë do ta ketë shpërblim xhenet. Pra prej momenti që del këtu prej shtëpisë, derisa të shkojsh atje, e qëndron atje, derisa të kthehen në shtëpinë tonë, me të zonë këtu deka, çka? Allahu jep haxhiut kanë shpërblim xhenetin. Po nëse kthehet në shemir, ai do të ketë shpërblim me sevape të mëdha dhe do të ketë fitim edhe në botën tjetër. Disa nga dietarët e Islam tregojnë për El-Hafidh El-Berzali. Ky ka qenë autor i librit El-Tarikh wal-Mu'jam al-Kabir, që i bjen historia dhe enciklopedia e madhe që ka shkruar. Ky sa herë lexonte hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që tregon për njeriu të cilën e ka rrëzuar devja, edhe ai ishte në ihrama dhe në atë gjendje kishte vdek. Tregon ky El-Hafidh El-Berzali thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Ai do të ringjallet në ditën e gjykimit. Mulabbiya është ai që thot talbiyen. Talbiya është labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Sepse kishte qenë një njeri në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo devja ishte rebelu, diçka ishte nervozue, edhe me kokën e vet e goditi ato dhe e qiti në tokë. Edhe kur e qiti në tokë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mori lajmin, i treguan se filani vdiq kështu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam çka tregoi se ky do të ringjallet në ditën e gjykimit, i pastër, pa mëkate, edhe çka jo duke u friksuar që friksohen njerëzit në ditën e gjykimit, po ky duke thonë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Dhe ky dietar El-Hafidh El-Berzali sa herë që lexonte këtë hadith, çante shumë, edhe i dridhej zemra sikur kur ka frymare të shpejt, dhe shpresonte se dhe ky kishte me vdek, shpresonte se dhe ky do të vdes në haxh, dhe tregohet për to se vdes në haxh në ditën e tretë të muajit Dhulhijja në vitin 738 Hijri, dhe ishte i veshur në ihrama. Subhanallah. Ky sa lexonte hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se njeriu që vdes në haxh ringjallë duke thonë talbiyen labbaik Allahumma labbaik, çante i dridhej zemra dhe kishte një ndjenjë të veçantë, edhe ja pruni Zotit që në vitin 738 Hijri, në ditën e tretë të Dhulhijhes, duke qenë i veshur në ihrama, e dëzoi shpirtin tek Allahu te baraka wa taala. Andaj këto që i përmendëm janë disa prej argumenteve kryesore për vlerën, rëndësinë që ka haxhi që bëhet për hir të Allahut te baraka wa taala. Ndërsa nëse ndalemi shohim shembullin e të parëve tonë, para mendon të vëllazën para 1000 viteve apo 1200-300 viteve, 900 viteve, 800 viteve, njerëzit sa shpesh, qasi rrethanash, që sa do është dëqysh, e pa imagjinu me kjo, kanë bo haxh edhe umre me 10 herë. Përmenet për një Amr ibn Mejmun el-Awaddi, që e kishte bo haxhin 60 herë. 60 herë. Ndërsa për El-Usaid ibn Yazid el-Nakhai, kishte bo 80 herë haxh edhe umre. Do me thonë këto dyjat i kishte bo 80 herë. Po ashtu, me i përmend kështu gjeneratave të hershme, këto këtë kanë qenë dikum para 1000 viteve tutje, këtë i ki ka 40-50 herë që kanë bo haxh apo umre. Kjo
Kjo të nderuar vëllezër nuk do të thotë që s'është në rregull me bën njeriu një herë haxh edhe umre. Po kjo do të thotë që kush i ka mundësi, i ka kushtet. E sidomos kohën bashkëkohore kur njerëzit për gjithçka po kanë parë, veç për haxh edhe për umre nuk po kanë, atëherë është një mesazh i qartë që duhet çysh po shpenzojmë për qefet e dynjas, e këto janë kalimtare, se kjo e dynjas, këtë që po kënaqshmi, e dini çysh është. Innama ad-dunya la'ibun wa lahu. Allahu po thotë vërtet dynjaja la'ib është lojë, lahu është argëtim. Sikur njeriu del me lujt një ditë. E dini sa shkurt e harron ai, sot kur kom qenë i vogël kom lujt kështu, harrohet çik ka shpejt shkon. Krejt dynjaja është si një lojë në fëmijët apo një lojë e triut. Si një argëtim i njeriu që ka argëtohet kënaqet ose kryet mohabet. E tash te për lojra e për argëtime për këto po kemi mundësi. Atëherë për ato që mbetet, kush shpërblimi i haxhit që mbetet nuk po kena mundësi. E të parët kanë shku me deve, kanë shku e kam, kanë shku me kuaj, 3 muaj, 6 muaj, ka raste pe i veneve të ndryshme dhe deri një vit. O nis për shembull, mas haxhit për me mrin haxhin tjetër. Se në Ramazan për me mrin haxh kjo, prej vonë kjo ka qenë kështu. Pse? Sepse na tash në muajin që jemi në njërin prej muajve të haxhit. Cilët janë muajt e haxhit? Allahu po thot el hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është i caktuar në muajt e njohur, muaj që i dini. Muaj i parë i haxhit Shawal, që jemi tash. Dita cila e 10-a cila jemi muaj Shawal. Dhulqide, muaj 11, ky është i 10-i, 11-i dhe 10 ditë e para të muajit Dhulhijja, muaj 12. Qëta 3 muaj për janë muajt e haxhit. E përpara, jo në këta muaj për janë njësë shumë më herët. Kështu që të nderuar vëllezër, është një mirë që sot është mundsu haxhi shumë shpejt edhe shumë lehtë. Shumë shpejt më bë edhe shumë lehtë. Ka mundësi për 10 ditë me nejt, që dikush nuk do me nejt gjatë, 15 ditë. Alhamdulillah, po flas për Bashkinë Islame në Kosovë, ja u mundson haxhive minimum me 20 ditë, 23-4 ditë. Me çat pak, s'ki me pagu ma shtrejt. E nuk do të haxhilerët me u hanku me thonë që sa gatë, po thuj alhamdulillah u kënaqshëm, se ndeti kur po shkon po kishe me zgat, po pare, mani s'po kije. E aty po i kije, alhamdulillah, ushqimin 3 në ditë. Hotelin, asnjë shtëpi se kemë ashtu, me klim, pastërtia, ujë të nxehtë, ujë të ftohtë për pije, gjithçka alhamdulillah. Kështu që nëse do të më hanku me thonë mos na shkurtani, se për mes zatën vare se në vendet shejta jemi. Andaj në përmbyllje, vetëm një gjë keni parasysh që sa më herët me u regjistru është më mirë. Për këtë vit e deni jo moti është krye, po për vitin e ardhshëm, e pakoja që i ka 1600 haxhi e Kosovës, thuj se gjysa është e kryme tash. Që me po shka regjistra, po si kam para, po të shka me vëllë regjistra, se më tërhjek s'ki me dhon para aty. Kur du është tërhjek, është i thënë, telefon s'po, bile veç i gzan ata, pse hin dikush që është të prit. Shka regjistraja, se mos po të zanë vdekja. Me të zonë vdekja vllazën, me i pas mundësit, e si e shkue, runa zot që shka thonë Omeri radiallahu anhu, kush i ka pas mundësit, me shku në haxh, e nuk u shkue, ka zonë vdekja, felje mut jehudien, e u nësranien, e u kama jasha. Let vdes si jehudi, ose let vdes si krishter, ose let vdes që ishdanve si muslimania. Ndërsa, Imam Ebu Hanife, Allah më shiroft, një djetar, një kolos i madh i dijes ka thonë, ai që i ka mundësit me shku në haxh, dhe e shtyn haxh po e zonë 1 vjet apo 2 vjet, pa arsye të fortë. Krejt kohën, sa ka shty haxh, 1 vjet, 2, 3, 5, krejt kohën në gjuna që. Me të nejtë po gjuna. Që me po shka mërë vëlla? Këtu vllazën nuk ka për i thonë për parësi këtina, se ti kushat pata me shku, pa i vllavi masë shku, anë i vagli për shkaj. Ose mota, pata me shku, pa vllaz njësë shku, po që ka lidhe mërë, ti vorën e kje vetë. Bile dhe djemët edhe vajzat, e lusin babën edhe nanën, apo shkanin haxh, jo, e vëlla na s'po ujna, pse? Po s'po shkojnë prindë, s'po dojna, jo, shka mërë vllati? S'ka këtu është gara për në xhenet,
Këtu s'ka ka daldale këtu. Këtu e ke po sikur kur apo na tjen fenesh që dojnë mos shkyje, i qesin hapat si me kon leoparda, tigera. Kcejnë, si luan, çashtu duhet për ibadete. Normal që i parin shtëpi e ka rënë baba. S'po dën nana, s'po dën tjerë e kanë rënë. More kërkush mos dash çaj fëmijë që ka him pubertet, i ka bë 3-14 vjet, çato çanë. Amo nuk bën runa zot. E thirr ty Allahu, edhe ti më thon, ka dalë, ka kohë. Haj në raport kur po vanohesh aty po thret thirrja e fundit për udhëtarin, kështu, që udhëton në drejtimin filan me linjën kështu, numër kaç, let paraqitet, ndalje, se po mbyllet dera. Sa po unë këtu po ngan, po mos nga çapo ngan, po mbyllet, po nuk mbyllet aeroplani sa të çon xhenet. A këtu thirrja për hax për xhenet, ka dalë, sikur më kona aty na qysh. Që jena në xhenet veç po presim edhe pak. Tjetra sa i përket çmimit të nderuar vëllezër, pyet garantoj. Zoti dintar më veç ka me shku me vitet e tëra që kanë me hyp çmimet. Jo pse na i hypun, pa ata i hypin atje. Pse po hypin ata? More e menaxhojnë haxhin, na shkopet ne atje ministrin e haxhit. Sepse atje edhe toka tash që shfrytëzojmë hax, po paguhet. I vetmi sen me sa diunë që s'paguhet është ajri për momentin. Çdo sen paguhet. Hej, para mendon Arafat me net 24 orë, 1000 euro për një haxhi. Pse i kanë bërë ato tendat, çadrat me klima, i kanë bërë me ujë, i kanë bërë me dështretër më të mirë ku ta diun. Kështu që vllazën, unë e mbaj mend haxhin kur ka qenë 700 marka. 700 a 500, a ku di 700-600. Kur kom qenë student 1000 diçka marka, tani e kaloj 1500 euro, 2000 euro, tash u bë 6000. Nuk e di sa është si vjet. Që e di që në Evropë, kur isha në Ramazan, të regun të vllazën tonë që ishin regjistruar 12.000 franka. Edhe ato sigur ne kanë, thot dikush ata i kanë kushtet, po atje njëjtë i marrin shërbimet, si na se ata. Se çabja nuk ka për Zvicrës pak më ndrysh, e të Kosovës ndrysh, e të Maqedonisë ndrysh, e të Shqipërisë ndrysh. Kështu që nëse atje ka mrit 12 edhe këtu që ashtu po i kënohet me ardh në talme. E me kon kjo vjet për vjet e kuptoj që është drejt. Se valla vjet për vjet s'po mundesh ti me i rezervuar ty ka 6-7.000 euro. Ama në herë njet s'po mundesh mi bë, lënë këtë mohabet. Që 7.000 euro, 7.000 nis, ka 10 cent, 50 cent euro, mas 5-6 vjet e shtaket haç shkoj. Edhe e kum thon dikun tjetër për i them edhe juve. Në hax vllazni nuk shkojnë pasonikat, në hax shkojnë ata që dojnë haxhin. E çu shkojnë, nuk e dinë çu shkojnë. Ai ka me shkuar. A vesh dhe ti thot, o Zot, unë kam të ardh. Pritëm. Edhe kur që Zoti që ti po ke qef, ai pja mocën aty në më shku me bo haram atje në për jahta, i keni po ta sheikat, prej gadisht arabik shkojnë atje në Spanjë, në Greqie, ka shkojnë në Portugalinë për jahta atje, që ka zbujnë harame, ka 20 dit, 30 dit, knaqën thojza, shpenzojnë me qindra mira në harame. Edhe pja mocën Zoti, apo dorane, anë edhe ashtu ta mocën. E që s'po ta mundësej kanë halal. Amona nuk kena mundësi. Nuk kena mundësi me thëmë thëzë, se kena mundësi. Na kena mundësi me pi kafe, kena mundësi ata. Për gjithë shka na kenë. Amë për haqë për umre. I na bo sikur ata lipset për agjamije. Na shta na mon dikush, inshallah dësunin. Pse me të mojë dikush, po moje veten. Edhe na me pasqu dikush në umre, në haqë. Disi me konë dësa kata do qëqana. Hes po du me që kërkush kaj vetën. Që shkaj, bëne planin të projektin, këshire që shki me realizu. Veç Zotë dhe me ta po njëtin, në të po e kiti për i me. E vëllaj na po rrim që ta po na shën dikush. Po rrëni që se, ka ju shën është. Ty ben ty ka shukur. Po levizni pak, me doe, me pare, me angazhime, edhe kër eshe Zotë njëtin e mirë, vjen të nej momenti që ki me shku në ashtë edhe pa pare. Amo njëherë këtu dhëtë me regullu. Allahu në ndihmoft, Allahu në uzoft, edhe me kry këtë urdhën të Allahu të bareke ve taala, Allahu në mundsoft. E ata, që nuk i kanë mundësit edhe i zemë vdekja pa haqë, kur fargjenahi absolutisht asë që kam i pyet Allahun ditën e gjykimit, e ke kry haqën ajo sepse nuk i kanë pos kushtet. Jënë të barabart me këta që kanë kry haqë. Allahu na falt, Allahu na drejtoft, edhe çdo ibadet, çdo punë të mirë që kemi bërë për Allahun, Allahu na pranoft deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.